Përshëndet nderuar shikues dhe mirë se ardhët në magazinin informative 21 drejt për drejt. Por pse Kosova nuk arriti ta fitojë ndeshjen me Turqinë, në cilat ishin gabimet që u bën në këtë ndeshje dhe a luftuan Dardanët me tër potencialin për ta fituar këtë ndeshje? Në këtë temë flasim me analistin e sportit Ramiz Krasniqin. Përshëndetje zoti Krasniqi. Përshëndetje. Atëherë, zoti Krasniqi, një ndeshje e shumë pritur, pritjet ishin të jashtëzakonshme për fitore, por fati kësaj radhe nuk ishte me ne. Si e keni parë ndeshjen e mbrëmshme? Po ti tregoj sinqerisht, mendoj që ka qenë një ndeshje pavarësisht nga rezultati, një ndeshje dinjitoze të kombëtarës tonë, për shkak se kemi prit shumë një kohë të gjatë të vim deri te ky momenti. Unë mendoj që vetë fakti i finales, do thot për kualifikimet për kampionatin botëror, është një e arritura e mrekullueshme e kombëtarës tonë. Nëse kthehemi pak më mbrapa, do thot në një ndeshje prap, po them bravoroze në Slovaki, ku kemi fituar kundër një kundërshtari të jashtëzakonisht të papërshtatshëm dhe shumë cilësor, edhe normalisht pas asaj ndeshje na e kemi fitu biletën për një finale me Turqinë, me një gjigant, them ashtu, me plot kuptimin e fjalës, sepse Turqia është një skuadër, një kombëtare me të vërtet me shumë futbollistë, me shumë lojtar cilësor, ku me të vërtet edhe e ka treguar veten në këtë rrugtim. Mendoj që futbollistët tonë e kanë dhënë maksimumin. Është një arsye, mos them një fakt i cili gjithmonë është përkrahas skuadrës tonë, do thotë kombëtarës tonë. Këta djelëmosha e meritojnë çdo lavdot. Një penalizim që mund të jetë sipas me, mendoj që është jo përvoja e duhur e kombëtarës në mesin e këtyre futbollistëve të ri. Unë mendoj që na ka penalizuar kjo, do thotë një papërvojë e thurrën në mes të futbollistëve që duhet të luajnë një kohë shumë më gjatë, ta kenë atë koordinimin, komponimin e skuadrës sa duhet, sepse kjo, sipas me, prapë them, kjo na ka munguar. Po, zoti Krasniqi. Paraqitja e futbollistëve në fush është po mrekulli, sepse në fillim 10-15 minuta e para, derisa nuk jemi stabilizuar, nuk kemi qenë ajo kombëtare që na e mësuar me pa. Por pas minutës, dikun 3-14-15, mendoj që jemi qetësuar, jemi stabilizuar, edhe kena marrë lojën në dorën tonë. Do thotë, na e kemi udhëhequr lojën. Unë mendoj ashtu, dhe deri në përfundim të pjesës dytë, pjesës parë, mendoj që stabilizimi i komplet skuadrës ka qenë nivel të duhur. Pra, marrë në përgjithësi, zoti Krasniqi, nëse po më dëgjon, marrë në përgjithësi nga ajo që u pa dhe ju që thoni se Kosova ka luajtur mbrëmë shumë mirë, kishte disa momente kur Kosova lehtësisht mund të barazonte rezultatin, por kjo nuk ndodhi. Pse? Po, bashkë për këtë edhe deshta me kry këtë fjali, edhe pastaj edhe me vazhdue. Po. Mendoj që pjesa e parë ka qenë me të vërtet jashtëzakonisht e mirë, shumë kualitative, ku kem pas shumë qarkullimin e topit, posedimin e topit, organizimin ose ndërtimin e lojës, edhe ajo ka qenë primare për skuadrën tonë. Është e vërtet, kemi pas disa raste, pothuajse të 100%, po mos të harrojmë që edhe kundërshtari i ka pas. Nëse e shohim, mendoj që ka qenë një barazpesh ose një barazim në raste që kemi pas. Edhe na, edhe Turqia. Këtu është edhe një point ose një argument. Mund është të gjitha mi pregadit nga aspekti teknik, taktiko-teknik, komponimi i skuadrës, koordinimi i skuadrës, sistemin e lojës. Por nëse mungon një faktor, shpesh e harrojmë se është një faktor i jetës, është ai faktori i fatit. Unë mendoj që edhe ne kishim mujt me udhëheq me 1-0. Edhe shpresoj që në të njëjtin mënyrë kishim vazhduar edhe ne, sikur edhe Turqia, do thot, me një përvojë sa e kemi, të bëjmë kalkulime të ndryshme për shkak rezultatit, se kur e kemi në interes rezultatit, atëherë krejt është e lejushme. Përveç normalisht disa gjanave që janë pa lejushme në sport. Mendoj që kjo ka qenë një pjesë ku në moment të caktuar Turqia ka pas atë fat nëpërmes një aksionit gjysmë aksion
i rrezikshëm, u ardhë në situatë edhe do të e shënoj golin. Por ka qenë edhe, ndoshta kish mujt me qenë edhe kundërta, që ato që ka ndodhë Turqia, ish duft ne me bo. Do thot, në një aksion të shpejt, të sakt, edhe normalisht të realizojmë siqër, edhe kemi pa edhe, e kemi pas disa raste ku kemi mujt edhe na me udhes 1-0. Kjo ka qenë për mu më dojë një moment. Ku duhet të forcoj Kosova ekipin tani, në mbrojtje, me sfush, apo në sulm? Duket se sulmin e kemi të mirë. Deja, ajo është, do thot, gjithmonë në ekskluzivitetin e selektorit. Arsyeja është që selektori më së miri të një skuadrën e vet, i një futbollist, i një individualisht, edhe si grup, edhe si kolektiv, edhe mendoj që në këtë ndeshjen e sotit, mendoj që ndoshta pak për 1% jemi mësu shumë të shohim mesin ton të shkëlqyeshëm, kanë vrapu shumë, kanë bërë ndërtimin e aksionet të ndryshme. Mendoj që në këtë ndeshje pak kanë çaluar, do thotë ndoshta edhe kim pas mangësi edhe një futbollistit cilësor aty në mesin e fushës, i cili ndoshta kish mujt edhe me ndihmue. Por në anën tjetër, kur mendojmë pak ma thellë dhe pak ma me qetësi, mendoj që Turqia në mesin e tyre ka futbollist të shkëlqyer. Shikoni, futbollistët e Turqisë ku luajnë, do thotë në skuadra më të mira të Evropës. Ky është një argument, një sheh që Turqia ka një skuadër fort. Mund ta marr një paralele. Turqia kundër Rumanisë e ka bërë një paraqitje të jashtëzakonshme. Do thotë nuk i ka lejuar Rumanisë as frymë me marr në kuptimin sportiv futbollistik. Pse? Sepse ka luajtur gjithmonë një pressing të lartë, edhe pothuajse në 80% rasteve, në momenteve e kanë përfituar topin kur i kanë bërë presion kundërshtarit. Normalisht, loja është kryer 1-0 për Turqinë, por ai sistemi i lojës dhe ai pressingu ka qenë i atashëm për 90 minuta, mos të harrojmë diçka. Për 90 minuta ka qenë pressingu. Tash nëse kthehemi më mbrapa, në të vërtetë, në të ardhmen që tash ndeshjen kundër Kosovës, Turqia nuk ka mujt me bë pressing të lartë. Ka pas momente të caktuara, por gjithmonë një lojë dallohet nga loja tjetër. Një koncept ose një taktik dallohet nga taktika tjetër dhe koncepti tjetër që nuk i kundërshtarit nuk i konvenon, po do të ti e përgatit që ty të konvenon, kurse kundërshtarit nuk i konvenon. Ne kemi luajtur urone. Ky rrugtim i Kosovës në këto kualifikime ka bërë që e gjithë bota të flasë për Kosovën. Mediat ndërkombëtare kanë paraqitur këtë rrugtim të Kosovës deri në play-off si një sukses të jashtëzakonshëm, pavarësisht që nuk u kualifikuam në botror. Çfarë do të thotë kjo për kombëtarën tonë? Besoni, me shumë shokë edhe kolegë kena biseduar. E sidomos pas ndeshjes me Slovakin, unë edhe publikisht kom thonë, për mua, këto e them me plot sinqeritet, për mua ndeshja në Slovaki, fitore e kombëtarës tonë në Slovaki ka qenë për mua bileta për Amerikë. Do thotë, unë ashtu e kom di vetën që kombëtarja Kosovës u kualifikua në kampionatin botror në Amerikë. Pavarësisht që do thotë e kemi pas edhe një ndeshje. Në kuptimin që është mëri jo kulmi, po për te kulmit, sepse ta luash një ndeshje kundër një kundërshtar si Slovakia dhe në çdo aspekt ti je më i mirë se ata dhe ta fitojsh lojën, ka qenë mrekulli. Edhe mendoj që këta djermosha jonë për çdo lavdot duhet ta përkrojmë në vazhdimsi edhe në të ardhmen gjithmonë, sepse kanë treguar që e dojnë Kosovën, e dojnë këtë shtet, e dojnë këtë popull dhe do ta japin gjithmonë maksimumin në çdo ndeshje për ta prunë një rezultat ose për ta marrë një fitore me ndjerës, me angazhim dhe me disiplinë. Unë mendoj që kjo gjenerata, sigurisht edhe me ardhen e disa futbollistëve tjerë, edhe që i kemi disa futbollistë me shumë përvojë, Amiri, Vedati, edhe tjerë, mendoj që do të kemi edhe në vazhdimsi. Pavarësisht, unë po ju tregoj shumë sinqerisht, nuk jam fare i zgjënim që e kemi humbur këtë ndeshje, sepse kemi dhënë maksimumin, kur tipet maksimumi, atëherë do të shpërblen futbollist
me duar trokitje edhe me lavdata. Po, pa tjetër, Zoti Krasniqi, krejtësisht në fund, a një optimist se kombëtarja jonë do të kualifikohet në Evropianin e ardhshëm, pasi fokusi besoj që do të jetë aty pas këtij rrugtimi në botror deri në këto momente. Unë jam i bindur që do të jap maksimumin, edhe dëshira jeme është që të kualifikohen. Po ta kemi një përparësi, sipas me. Kemi një përvojë më shumë. Do thotë, këto kanë qenë ndeshjet për kualifikim të kampionatit botëror, sepse ti gjithmonë nga humbje përfiton diçka, e bën një përvojë, edhe nuk e harron kurrë. Kështu që ky do të jetë një mësim i shkëlqyeshëm për kombëtarën tonë, për të gjithë futbollistët tonë, të jenë të përgatitur të gatshëm edhe në momente të caktuara, situata të veçanta, e dinë si duhet të sillen edhe si duhet të veprojnë. Do të përgatiten maksimalisht. Mos ta harrojmë edhe një fakt. Unë mendoj që shumë ka luajtur edhe roli i moslojës një futbollistit, kapiteni i kombëtarës, Amir Ramani, i cili për mua edhe do të jetë edhe është një futbollist larg më i mirë i kombëtarës tonë, sepse është dëshmuar në shumë ndeshje dhe në klubin ku luan. Kështu që kampionati evropian ose kvalifikimet për kampionatin evropian do të jenë shumë më interesante, sepse rrugtimi do të jetë pak më ndryshe, por e kemi një përvojë të jashtëzakonshme, edhe këtë përvojë do ta shfrytëzojmë në të ardhmen, në ndeshje që edhe në paraqitje që na presin me kundërshtar të ndryshëm. Zoti Krasniqi, falenderoj shumë për këtë analizë që bëhet rreth ndeshjes së mbrëmshme dhe rrugtimit të kombëtarës. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. E pas ndeshjes dramatike dhe zhgënjimit të madh, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi ka reflektuar mbi atë që ndodhi, duke vlerësuar sakrificën e ekipit, mbështetjen masive të tifozëve dhe duke dhënë mesazhe të qarta për të ardhmen. Sipas tij, pavarësisht të zhgënjimit, arritjet e deri tashme janë dëshmi e progresit të madh dhe një bazë e fortë për të synuar kualifikimet e ardhshme përfshirë kampionatin evropian. Por kaq që ishte ëndra jonë dhe sigurisht që ne do të vazhdojmë. Nuk ka edhe fati me neve mbrëm. Na do të vazhdojmë, përgatitemi me njëherë që nga sot për pjesën tjetër të lojës që e kemi, që do të thotë kemi evropianin tashmë i cili po na vjen. Sigurisht që pritshmëritë kanë qenë shumë të mëdha, por duhet në realitet, dhe realist me qenë, duhet të mi njoft veten dhe mi ditë kush je dhe që sa kohë na kemi arrit, kemi fillu këtë veprimtari, ose pavarësisht që na kemi historinë e futbollit, por nuk na njihet neve historia e futbollit, po flasim për kohën prej 2016 kur ne jemi pranu. Dhe sigurisht për kaq vite nuk është e rastishme që edhe jemi quajtur nga FIFA vetë storie suksesit dhe nga UEFA për faktin që ku kemi qenë, kemi arrit mirë. Po na ka dhimbë shumë sepse kemi ardhur deri aty dhe na ka mungu vetëm pak një gjysmë hapi për me shku. Më shumë e kam për ekipin, më shumë e kam për popullatën dhe për rastin që e kemi pas të jemi në Amerikë, do të kishte qenë edhe një mesazh jashtëzakonisht i mirë edhe për shtetin, jo vetëm për futbollin. Vetëm në sen që ne na duhet me çdo kusht edhe me një shpejtësi që thonë të dritës së synit, është një stadion nacional apo një stadion që do ta quajmë, i cili plotson paktën kushtet, sepse jemi shumë të ngushtuar nga popullata jonë, nga tifozët tonë që nuk po mundemi i bëvën në stadionin Fadil Vokri. Besoni, jonë konë ma shumë se 300.000, rreth 400.000 kërkesa në platformë për një bilet. E ai ka vetëm, kur e kim parasysh që i heqim disa bileta që janë për evakuim, disa që ju takon kundërshtarit, ne jesim diku ma pak se 10.000 bileta për shitje. Sigurisht që FODA do të vazhdoj për faktin që ne kemi një projekt. Ne nuk e kemi futbollin vetëm si lojë, ndoshta dikush e mendon si lojë, por ne kemi projekt, sepse në atë futboll besoni që ka gjithçka, ka shkencë, ka matematikë, ka gjithçka. Do të thonë, nëse e shohim futbollin tamam çysh është i krijuar. Frankofoda është pjesë e këtij projekti që nga fillimi bashkarisht dhe sigurisht që po e vazhdojmë projektin, ju e dini që ka pasur edhe oferta më herët dhe nuk ka shkuar dhe ka deklaruar edhe sot
përveç kësaj që e ka një projektet do të rinë në Kosovë, do të vazhdojnë në Kosovë, se më pëlqen vendi dhe më pëlqen njerëzit. E për rrugtimin e kombëtarës sonë deri në play-off dhe humbjen e mbrëmshme nga kombëtarja e Turqisë, flasim tani edhe me profesorin universitar, një herësh analistin e sportit Malsor Gjombalaj. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje. Atëherë, sa ishin realiste pritjet e gjithë shqiptarëve që kombëtarja jonë mbrëm të fitonte? Po, mendoj që ishin reale për atë sa kanë tregu futbollistët cilësi gjatë këtij kompeticioni dhe marrë parasysh cilësinë që ata e kanë individuale. Prandaj kanë qenë reale, sigurisht që pritshmëritë kanë qenë të mëdha dhe dëshira ka qenë e madhe. Në fakt dhe emocionet kanë qenë të mëdha duke marrë parasysh dhe rrugtimin e Kosovës që shtet dhe sakrificën tonë kombëtare prej viteve. Prandaj mendoj që kanë qenë pritjet reale dhe ka qenë një mundësi reale, sepse Turqia nuk është një skuadër shumë e fortë ose pa të i kalueshme. Ajo ka futbollist cilësor, është një skuadër e fortë, por bazuar në ekipin që ka Turqia, në cilësinë që kemi ne, mendoj po pritjet kanë qenë reale. Dhe çfarë nuk shkoi mirë sipas jush, ku do të duhet të ishim më të vëmendshëm dje? Po shiko, kjo ka qenë një ndeshje e futbollit me ngarkesë të lartë, psikologjike më shumë për të gjithë futbollistët. Mendoj që dëshira e madhe për fitore dhe pesha e rëndë e takimit marrë për bazë që përfaqësohet vendi që me këtë fitore shkohet në kampionatin botror. Mendoj që disa prej futbollistëve të Kosovës ishte paksa ngarkesë më e madhe për shkak të mospërvojës që e kanë në ndeshje të këtij niveli të kësaj ngarkese psikologjike. Mendoj që këtu ishin ato diferencat me skuadrën turke, e cila ka në rrollat e veta futbollit cilësor, por ka dhe një përvojë më të madhe, e sidomos futbollistë cilët edhe mbrëmë partën barrën, qysh është Çalhanoglu, për shembull një mesfushor i cili ndoshta nuk ka rënë sy për ndonjë lojë shumë efikase, por gjithsesi ka rënë sy për leadershipin që kishte në ndeshje dhe kështu mendoj që ato ishin disa momente të cilat ndikuan që ekipi ynë të mos mund të ishte më superior ose të mos mund të shfrytëzonte daljet në mënyrë më efikase. Po, ka pasur mendime që Edon Zhegrova do duhet të inkuadrohej më herët në lojë, a pajtoni me këto konstatime? Po, shiko, ato janë dëshira individuale të secilit prej nesh. Ne të gjithë njohim Edonin, ne është një futbollist shumë cilësor, fatmirësisht për neve, ne kemi shumë futbollist cilësor që të ishin në pankinë. Por kjo nuk do të thotë a priori që ata të gjithë duhet të luajnë. Trajneri gjithmonë vendos për ata të cilët konsiderojnë që janë në formën më të mirë. Mendoj që ndoshta do duhet i jepë hapësirë më e madhe, por sidoqë që të jetë nuk mendoj që trajneri ose futbollistët kanë bërë gabime të mëdha. Mendoj që ata duhet të jenë krenar për gjithë çfarë kanë treguar në ndeshjen e mbrëmshme, por dhe në gjithë kompeticionin në cilin kaloi Kosova. Mendoj që ata dhanë maksimumin, ishin në nivelin e lartë të detyrës dhe cili do prej tyre për aq minuta sa kanë dhënë kontribut për Kosovën, mendoj që duhet respektuar. E në fakt nuk ka futbollist startues dhe futbollist pankinë, secili prej tyre duhet jetë i gatshëm që t'jap maksimumin. Mendoj që Zhegrova është një futbollist i cili duhet Kosovës edhe pse jo do të mund startonte nga fillimi, por edhe për atë sa luajti mendoj që dha ato emocionet të cilat i pam në fushën e lojës. Po, nëse analizojmë sot me kujdes dhe ftohtë, përjashto golin që e pësuam, a luajtën më mirë kombëtarja e Turqisë apo e jona? Shiko, nuk mendoj që mund bëjmë një diferencë, sepse nuk ishte skuadra turke shumë superior ose më e mirë se ne. E thash fillim që dallimi ishte në përvojën që kishin disa prej futbollistëve të tyre. Në fakt ishte një nisje e mirë e jona dhe e kishte Aslani një goditje nga distanca të cilën
e pacës si e mbrojti portierit turk. Ne jemi mësu shpesher mi potencu këta futbolist sulmus mi përmend Yildiz, Yilmaz, Güller, këta me sfushorët ose pjesën ofanzive. Në fakt ishte portieri turk ai i cili me atë mbrojtje mendoj që shpëtoi Turqinë mbrëm nga një humbje sigur, sepse ishte pjesa e parë, ishte energjia në nën tonë, ishte një farë loje stihike të Turqisë në ato momente dhe mendoj që do të mund të jepnim golla sërish. Por me pas përvoja Turqisë bëri që ajo ta diktoj një farë tempo, jo gjithashtu bindse të një loje cilësore, por ta diktoj një farë tempo për ta ndjekur rezultatin. Ishte fatkeqësia ai kundërsulmi, ishte mendoj një mos pjekuri e futbollistëve tonë, sidomos me sfush, për ta ndërprer atë aksion me herët edhe për mos të futur në 16 metrësh futbollisti i cili më pas mori pjesë në aksion për të shënuar golin. Po, dhe kombëtarja jonë fitoi ndaj Slovakisë në Bratislava, ndërsa në Prishtinë psoi nga Turqia. Do thotë kjo se presioni po është më i madh kur po luajnë në terren të tyre nga dëshira e madhe për të shënuar. Është e vërtetë që nuk do të thaj që është një presion, sepse secili luan dhe është mirë që të luajnë në vendin e vet aty ku mbështetja është më e madhe. Gjithashtu këtu ishte një faktor tjetër, nëse marrim përballë ndeshjen në Slovaki, ajo ndeshje është luajt me një kapacitet me të freskët, kurse duhet ditur që atë ditë dhanë ndjem maksimumin dhe pas 2-3 ditësh të luash, pas 3-4 ditësh të luash, po edhe pas një javësh të luash do të thotë që të ripërtihesh paksa. Dhe unë mendoj që futbollistët ose disa prej tyre ndoshta ndihesin edhe të lodhur në disa momente për shkak të ngarkesës edhe fizike, por veçanërisht mendoj që ishte një ngarkesë me lartë psikologjike, jo si rrjedhoje tifozërisë, po si rrjedhoje përgjegjësisë që kishin futbollistët, duke ditur peshën që e kanë mbi supe dhe vendin që përfaqësojnë, kombin që përfaqësojnë dhe duke ditur që është vetëm një hap për të shkuar në Kupën e Botës. Kjo është një ngarkesa që më shumë ndoshta luajti rol. Dhe shumë tifozë pa mbrëm që mbeten jashtë stadiumit, e dim që kapacitetet e stadiumit Fadil Vokri janë të vogla për ndeshje të tilla, a është koha e fundit që politika ta marrë vendimin që ndërtimi i stadiumit kombëtar të bëhet realitet më në fund? Vërtet është si thatë dhe jo momenti i fundit. Nëse shumë që na ka mësu ose do të mësojmë nga ky kompeticion e veçantë, nga kjo lojë e mbrëmshme, atë mësimi kryesor do të jetë për institucionet që duhet mendojnë që të rrisin kapacitetin. Kanë qenë kërkesat kështu shumë të mëdha për të siguruar një bilet në këtë ndeshje dhe duke ditur që ne futbollin e kemi një lojë shumë popullore, masive, e kemi edhe Superligën e cila ndonjëherë mbledh tifoz, klubet tona po luajnë në arenë ndërkombëtare, ekipi ynë që përfaqëson shtetin Kosova, është ekipi i cili po ndeshet me ekipe të mëdha, është kërkesë e kohës, nuk është ndonjë luks, po është imediate kërkesa që të ndërtohet një stadium i ri ose të bëhet një zgjidhje në stadionin e Prishtinës që rritet kapaciteti duke shtuar tribuna. Kjo është domosdoshme sepse një ndeshje me një kapacitet kaq të vogël mund t'i takojë Gibraltarit, a San Marinos, po jo Kosovës, e cila futbollin nuk më theksu disa që e ka aset kombëtar. Në futbollin e kemi aset kombëtar dhe duhet punojmë shumë profesionalisht për të arritur, duhet japim maksimumin në çdo segment që ai të zhvillohet, por ndërtimi i infrastrukturës duhet të jetë prioritet. Gjambala, krejtësisht në fund, pavarësisht këtij rezultati, duhet që të jenë të motivuar lojtarët e kombëtarës sonë për këtë sukses, pasi kanë lënë mbrapa shumë kombëtare të fuqishme dhe me traditë në futboll. Po absolutisht, ata duhet jenë krenar, duhet jenë motivuar dhe duhet vazhdojnë tutje. Futbolli është një maraton, nuk mundemi as me qenë tifoz të përkohshëm, as me qenë futbollist të përkohshëm, as trajner të përkohshëm. Kjo është një etapë e cila vazhdon, edhe sikur të ishim shku në kampionatin botror, edhe pasi që të kthehemi, ne duhet zhvillojmë futbollin, duhet luajmë futboll dhe duhet mbajmë gjallë motivin dhe shpirtin
për fitore, për sukseset vazhdueshme. Nuk përfundon kurrë me një fitore, me një kualifikim ose mos kualifikim. Kjo është një maraton e gjatë cilën ne do të marrim pjesë vazhdueshëm duke dhënë kontributin tonë. Njerëz dhe futbollistët, do të ishte e keqe nëse humbet motivi, sepse gjithçka fillon nga motivi. Dhe unë mendoj dhe kam besim të madh që ta futbollistë duke i njohur nga afër, duke i parë lojën që bëjnë edhe deklarimet që i bëjnë, mendoj që janë gjithë vetëdijshëm për fanelen që veshin dhe për peshën që e bartin. Prandaj mendoj që ata do të jenë të motivuar, duke qenë ata të motivuar, jemi edhe ne të motivuar të gjithë që të jemi kreatërë dhe duhet të mbështesim maksimalisht. Profesor Xhambala, të falenderoj shumë që im kuadrua drejt për drejt në emisionin tonë. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi, respekt për ju dhe për gjithë stafin që punoni, përshëndetje për shikues. Faleminderit. Një herë biseduam me analistin e sportit, një herë është profesor universitar Malsor Xhambala, do të sjellim edhe një informacion nga sporti. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka përgëzuar ekipin kombëtar të Kosovës pas ndeshjes së zhvilluar mbrëm në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Në reagimin e saj, ambasada vlerësoi paraqitjen e Kosovës dhe arritje të deri në këtë fazë pavarësisht humbjes 0-1 nga Turqia, rezultat që i pamundësoi vazhdimin në rrugtimin drejt botrorit 2026. Një përpjekje shkëlqyer nga ekipi kombëtar i Kosovës, luajti me zemër, vendosmëri dhe krenari. Ajo që arritët është vërtet e jashtëzakonshme dhe e paharrueshme, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Kalojmë tani në zhvillimet politike. Deputetja vetëvendosjes Liza Gashi tha se janë të hapur për bashkëpunim me partitë opozitare për zgjedhjen e presidentit të ri. Në një bisedë për Radio Televizion 21, deputetja Gashi tha se lëvizja vetëvendosje i ka vetëm 66 deputet për zgjedhjen e presidentit. A do të dërgoni ftesë për takime opozitës në ditët e ardhshme? Ne kemi qenë të hapur që nga dita parë për opozitën, kështu që uroj që ta kemi mundësinë që opozita të reflektojë dhe të procedojmë tutje. Kur do të dërgojnë ftesat parafërsisht, dhe keni votat momentalisht për president? Kemi qenë të hapur që nga dita parë, ftesat kanë qenë po ashtu prezente për opozitën, kështu që unë po shpresoj që do të vijmë me një dakordim që procedojmë tutje. Aktualisht e keni votat si vetëvendosje? Vetëvendosja ju e dini shumë mirë që ka 57 vota të grupit parlamentar vetëvendosjes, 66 me partnerët në koalicion. Me cilat parti synoni të arrini marrëveshje? Ne jemi të hapur që të procedojmë tutje në mënyrë që mos ta çojmë vendin zgjedhje. Kjo ka qenë, si më thon, pjesë e kërkesës tonë të vazhdueshme karshi opozitës. Përgjigjja ndoshta e ngelet opozitës. Pse deri me tash s'ka ftesa, kanë kaluar gati 8 ditë? I kemi ftuar edhe para vendimit të gjykatës kushtetuese. Ftesa zyrtare nuk ka ende. I kemi ftuar edhe para vendimit të gjykatës kushtetuese, kështu që besoj që shumë shpejt sepse opozita po thotë që po e zvarrisni ju si vetëvendosje qëllimisht ta dërgoni vendin e zgjedhjes. Po si ka mundësi ta zvarrisim ne? Ne vazhdimisht kemi kërkuar pe opozitës që të vijmë me një kandidat konsensual, vazhdimisht kemi kërkuar pe opozitës bashkëbisedim, dialog. Nuk e di, le del opozita na tregon apo dën zgjidhje të situatës aktuale apo si? Sepse për një kohë na thonin që donin zgjedhje, tani ta dimë nga opozita ku qëndrojnë. Pa marrëveshje nuk ka zgjedhje të presidentit sipas juve, apo jo, sepse ne vojtën 80 vota. Kemi qenë të hapur që nga dita e parë, po e ritheksoj se lëvizja vetëvendosje që nga dita e parë, që është certifikuar rezultati zgjedhor, ka fillu me i bo kërkesë opozitës për një dakordim në këtë drejtim. Jeni të gatshëm të adhuroni postën e presidentit një partije tjetër? Shiko, kjo është to janë tema tjera, mirë po unë po them që ne jemi të hapur për dialog, jemi të hapur që me zgjedh rrugën e duhur në mënyrë që vendi mos shkojnë zgjedhjes, sepse është shumë e rëndësishme që qytetari i Republikës Kosovës, i cili ka shku 4 herë në zgjedhje vitin e kaluar, mos ta përsërisë. Deputeti PDK-s Kujtim Gashi tha se janë të gatshëm të japin kontributin e tyre për zgjedhjen e presidentit, por akuzoi kryeministrin Kurti për zvarritje të procesit. Në një bisedë për Radio Televizion 21, deputeti Gashi tha se qytetarët nuk i kanë dhënë mbështetje Kurtit për zgjedhjen edhe të presidentit, për të cilin duhen 80 vota. Në fakt, jo e kemi pa edhe në fazën para gjykimit të gjykatës kushtetuese, ne jo kemi përgjithë gjitha takimeve të cilat i ka ftuar kryeministri ose fituesi i zgjedhjeve, i cili po ashtu ka obligim me dhënë drejtim zgjidhjes së çështjes së presidentit dhe në gjitha këto takime kemi qenë konstruktiv në kuptimin e asaj që PDK-ja me mbështet një proces që shkon në drejtim të zgjedhjes së presidentit. Ka përfunduar si ka përfunduar fazë dhe tani jemi në fazë 3, me gjithçka e qartë edhe në kuptimin e aktgjykimit të fundit të gjykatës kushtetuese dhe sigurisht që ai që duhet me inicu këto takime
është partia në pushtet dhe kryeministri aktual, i cili deri në këto momente nuk e ka bërë. Për PDK-n, ju e dini që gjithmonë është e rëndësishme me i dhënë drejtim vendit, zgjedhjet kanë qenë të parëndësishme nëse eventualisht do të shkonin, dhe po besoj që janë po ashtu të parëndësishme edhe me shku tash, sepse Kosova ka kalu disa faza të zgjedhjeve dhe duhet me dhënë Kosovës institucione qëndrueshme, duke pas parasysh edhe probleme të mëdha ekonomike me të cilat po ballafaqohet vendi ynë, sidomos në këtë fazë të 5 viteve të fundit sa ka qeverisë lëvizja vetëvendosje. Deri tani nuk ka ndonjë lëvizje, PDK ka qëndrimet e njëjta, të pandryshueshme, sepse nuk mendon që Kosovën do të me drejtu vetëm një subjekt politik, dhe ju dini që edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, në kuptimin e asaj që se si zgjedhet presidenti i Republikës Kosovës, e ka të përcaktuar. 80 deputet do të jenë të pranishëm dhe përmi pas 80 deputet, natyrisht që do të me pas edhe marrëveshje, sepse sovrani, qytetarët e Republikës Kosovës, nuk e kanë dhënë mandatin kryeministrit aktual që me zgjedh vetë edhe presidentin, dhe në këto rrethana padyshim që duhet me pas një marrëveshje e cila jep drejtim zgjedhjes presidentit, dhe në këtë kuptim PDK është e gatshme të jep kontributin e vet edhe në të kaluamën po edhe tani. Ndërkohë, zoti Gashi, gjykata kushtetuese e bëri qartë që deputetit nuk i imponohet asnjë presioni apo detyrimi për me qëndru në sallë. Nëse nuk ka një marrëveshje deri atëherë, do të qëndrojë PDK-ja në sallë në momenti kur të propozohen emrat për kandidat për president nga vetëvendosje, a do ta bojkotoni atë? Sa i përket kësaj teme, nuk ka pas nevojë fare të shkon gjykatë kushtetuese, sepse është e qartë mandati i deputetit, është e qartë edhe në Kushtetutën e Republikës Kosovës, dhe po ashtu po e them që pa një marrëveshje qartë të emrit të presidentit, sigurisht që PDK ka qëndrimet e njëjta, sepse gjendja është e njëjtë, nuk ka ndryshuar asgjë, dhe sigurisht që PDK-ja nuk do të bëhet pjesë e një loje të cilën po tenton me bë kryeministri aktual, i cili ne jemi të besu fuqishëm që është interesuar me çu vendin drejt zgjedhjeve, vetëm është duke punu për me gjetë momentin edhe formën se si me çu zgjedhje. Deputetja LDK, Sykmete Bajrami, ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për mungesë gatishmërie për zgjedhjen e presidentit të ri. Sipas saj, Kurti synon ta dërgojë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme. Në një intervistë për televizionin 21, deputetja Bajrami tha se Kurti ka pasur mundësi që ta zgjedhë presidentin më herët duke arritur marrëveshje politike. Zonja Bajrami kanë kaluar gati 8 ditë nga vendimi i gjykatës kushtetuese, i cila i ka dhënë 34 ditë të deputetëve ta zgjedhin presidentin e ri. Nuk ka ende një ftesë nga kryeministri Kurti në drejtim të opozitës. Fillimisht, si e shihni ju këtë që nuk ka sinjale ende nëse do të zhvillohen takimet? Në fakt, nuk janë vetëm 8 ditë që nuk ka tentativë serioze nga zoti Kurti. Ne e dim që Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk ka qenë funksional që nga dhjetori i vitit 2024. Ka plot institucione, plot raporte të auditimit, institucione të pavarura, të cilat asnjëherë nuk kanë raportuar në kuvend, dhe ne kemi pa që Kurti qeverisë në blokada, Kurti nuk do mbikëqyrje parlamentare. Është vërtet, këtë ditëshi nuk e kemi pa as tentativen më të vogël. Kjo ka tregu në fakt që nga fillimi i kësaj legjislature, që ai nuk ka në plan të bëj zgjedhjen e presidentit dhe nuk e ka në plan të kontribuojë në stabilitetin institucional të Republikës së Kosovës, dhe këtë kemi pa që në votimin shumë urgjent të buxhetit, vetëm 2 ditë, domethënë pas votimit të zgjatjeve buxhetore, ku e pati edhe votën e opozitës. Atëherë është pa në fakt që këta dëshirojnë që ta kenë buxhetin në mënyrë që të mund të shpërndajnë taksat e qytetarëve të Republikës së Kosovës për efekt elektoral, dhe nuk e kanë plan faktikisht që të zgjedhin presidentin. Sikur lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti të dëshironin të zgjedhin president, këtë do ta bënin tash e një kohë. Ju e dini që pas disa diskutimeve me kryetarin ton të partisë, zotin Abdi Xhiku, po edhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, komplet në mënyrë të njëanshme, janë propozuar 2 kandidatë nga ana e lëvizjes vetëvendosje, dhe në një farë mënyrë është mundur që të shantazhoj partitë opozitare, gjë të cilën nuk e kemi pranuar dhe konsideroj që kemi bërë shumë mirë që nuk e kemi pranuar. Po janë 8 ditë, dhe numrin e ditëve kemi të kufizuar, dhe po mendoj që kjo është një çështje e komplikume,
e cila asesi nuk zgjidhet nga partitë opozitare. Nëse ne ngelemi në këtë blokad, nëse na harxhohet afati kohor të cilin na e ka dhënë gjykata kushtetuese, secili qytetari i Republikës së Kosovës duhet ta di që fajtori kryesor që prapë e dërgon vendin edhe në një proces zgjedhor është pikërisht Zoti Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje. I kanë 66 numra në kuvend dhe asnjë parti tjetër politike nuk e ka mundësinë as të bëjë propozime, as dalë me kandidatura dhe as të jap adresim kësaj çështje e cila po i mban peng të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës. Edhe një proces tjetër zgjedhor duhet ta dim që është jashtëzakonisht i dëmshëm, domethënë e thash prej dhjetorit të vitit 2024 Zoti Kurti po udhëheqën pa mbikëqyrje parlamentare. E ka vendin në krizë edhe konsideroj që duke marrë edhe parasysh edhe rrethanat gjeopolitike, duke marrë parasysh inflacionin, krizën ekonomike, çmimet e naftës, çmimet e energjisë elektrike, Kosova dhe qytetarët e vendit nuk e kanë luksin që të shkojnë edhe një proces zgjedhor. Edhe në qoftë se shkojnë fajtori kryesor për këtë gjendje ku jemi katandisur është pikërisht Kurti. Ndërkohë LDK-ja ka thënë hapur që është e gatshme të bashkunoj për të gjetur zgjidhje. Në kuptimin e bashkëpunimit që kërkohet një marrëveshje sigurisht politike për të mbështetur zgjedhjen e presidentit apo jo? Patjetër, domethënë na nuk mund të votojmë janshëm. Kur kemi kërkuar marrëveshja politike nënkupton që bisedohet për emra dhe të vihet deri te një emër për cilën do parti politike, domethënë ai emër është i pranueshëm dhe partia zotohet mandej që t'jap votat në seancën ku votohet presidenti. Në ndërkohë që pas disa raundeve të bisedimeve me kryetarët e partive opozitare, Zoti Kurti shkon edhe pa asnjë marrëveshje, pa asnjë dakordim, propozon 2 kandidat të cilët janë puro politik, domethënë janë personat me politik të lëvizjes Vetëvendosje. Edhe ju e dini që kushtetuta është shkruar në atë frymë që faktikisht kur vihet të zgjedhja e presidentit të ketë një kompromis në mes të partive politike në mënyrë që asnjëherë të gjitha pozitat e larta të mos i takojnë një partie politike, sepse kjo mandej rezulton në kapje komplet të institucioneve të shtetit. Pra, zonja Bajrami, që ta kemi të qartë, LDK pa marrëveshje politike për një emër konsensual, do të qëndrojnë në sallë dhe a ka vot për një kandidat partijak të lëvizjes Vetëvendosje nëse vjen në atë pikë? Jo, absolutisht nuk kemi, domethënë, vot për një kandidat të lëvizjes Vetëvendosje. Na i patëm 2 kandidat të lëvizjes Vetëvendosje. Nuk ka ndodhur asgjë që ne të ndryshojmë qëndrim. Jemi kundër kapjes së të gjitha pozitave. Pse duhet Lidhja Demokratike e Kosovës ose ndonjë parti tjetër opozitare që të votojë një president komplet politik? Presidenti duhet të jetë figurë unifikuese. Presidenti duhet të përfaqësojë të gjithë qytetarët, të gjitha partitë politike dhe interesat e qytetarëve të vendit. Nuk votojmë për, për një kandidat partijak të lëvizjes Vetëvendosje, kur duke marrë parasysh faktin që lëvizja Vetëvendosje është partia politike që për herë të parë në histori, për herë të dytë në fakt në histori, e ka komplet qeverinë, të gjitha institucionet, e ka pozitën e krye parlamentarit, e ka kryeministrin, dhe për herë të parë në histori ka 19 ministri me të cilat udhëheq vetë. Do të ishte fatale, konsideroj, për institucionet e Republikës së Kosovës, që në fakt ne nga e njëjta parti politike të kishim edhe presidentin. Sepse ne po e shohim qartë ku janë intencat e Zotit Kurti. Intencat e Zotit Kurti, përmes pozitës së presidentit, janë të kapja e Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorial dhe Gjykatës Kushtetuese. Andaj, kjo do të ishte rënim i demokracisë së Kosovës. Dhe natyrisht që ne nuk kemi vot për një kandidat e tillë. Dhe në çështjet fundit sa i përket presidentit, zonja Haxhiu kishte dërguar në kushtetuese një kërkesë që deputetët të qëndrojnë në sallë, duke konsideruar se dalja nga salla në atë kohë apo bojkotimi në 5 mars kur të tua zgjedhja e presidentit ishte kundër kushtetuese sipas zonjës Haxhiu. Mirëpo gjykata vendosi ndryshe sepse mandati i deputetit e tha që është i lirë dhe nuk duhet i nështrohet asnjë presioni. Rrjedhimisht LDK do të veprojë kësaj forme. Sikurse në seancën e 5 marsit apo jo, nëse nuk ka marrëveshje, nuk do të qëndrojnë në sallë? Dëgjoni, vullneti i deputetit është i lirë. Deputeti nuk i nënshtrohet asnjë presioni dhe këtë ja garanton Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
si të them, ka qenë absurditet me e dërgu një lanë të tillë nga zonja Haxhiu, duke marrë parasysh historinë e lëvizjes vetëvendosje dhe sjelljen e zonjës Haxhiu dhe të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje sa herë që është zgjedhur president në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje kur ka qenë opozit, jo vetëm që nuk ka qëndru në sallë, po në fakt kanë pengu seancat me gaz lotësjellës dhe protesta nga më të ndryshme të cilat kanë qenë domethënë edhe të dhënshme. Kështu që gjykata ka vendosur, natyrisht që ne vendimin për qëndrim, nuk e besoj që kemi nevojë të qëndrojmë në sallë, po këto janë vendimet të cilat i marrim me kryetarin dhe domethënë grupin parlamentar sigurisht para seancave. Dhe kjo, po e them edhe një herë, varet se kush do të jetë kandidati për president. Nëse natyrisht e kemi thënë sa herë, nuk votojmë një kandidat politik të lëvizjes vetëvendosje, jemi kundër kapjes së të gjitha pozitave të larta shtetërore dhe intencës së tyre për kapje edhe të gjyqësorit, edhe të gjykatës kushtetuese edhe të prokurorisë. Mirë po, nëse ka ndonjë kandidat që është i pranueshëm dhe ne jemi të bindur që i njëjti ose e njëjta mund ta bëj unifikimin dhe të përfaqësojë interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, natyrisht që jemi konstruktiv siç kemi qenë gjithmonë. Të lashë tjera për qytetarët, Zonja Bajrami, janë evidente. Keni ngritur edhe SLDK, ngritja e çmimit të produkteve bazë, ngritja e çmimit të derivateve, ngritja e çmimit të energjisë elektrike, padyshim që edhe mos funksionimi i Kuvendit e ka sjell blokadën për shkak që s'ka pas iniciativa për t'i kundërshtuar këto apo për t'i zgjidhur. Si e shihni ju paralajmërimin fillimisht të ngritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe krahas kësaj ngritjen e çmimit të derivateve? A mund të bëhet ndryshe që të mos të ngriten çmimet? E para, natyrisht është gjithmonë mirë dhe njehemi mirë kur bisedojmë për problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Me vitet tona, prej domethënë qeverisë Kurti, ne deri më sot narracioni dhe diskutimet në publik nuk janë shumë për çështjet e qytetarëve, brengat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, sa janë për funksione depozita, se kush cili emri përveçër do të ulet në cilën karrika. Edhe në fakt flitet shumë pak për programe dhe flitet shumë pak për atë çfarë i brengos qytetarët e Republikës së Kosovës në baza ditore. Unë konsideroj që ne si klasë politike, para se të merremi me vetveten dhe kush duhet të ulet në cilën karrik, e kemi për detyrë dhe jemi të votuar që të flasim për problemet që i shqetësojnë qytetarët. Inflacioni është problem që nga viti 2022, domethënë që nga fillimi i luftës në Ukrainë deri më sot, na jemi vendi që më së shumti në rajon kemi vujtur nga ngritja e çmimeve. Tashmë edhe ngritja e çmimeve të naftës, për cilën ne nuk po e fajsojmë drejt për drejt qeverinë, sepse po e dim se ku është shkaktari, mirë po ajo për të cilën po e fajsojmë qeverinë është që në fakt po fërkon duart. Qeveria e Republikës së Kosovës me ngritjen e çmimeve të naftës duhet ta dimë që në baza ditore, në shitjen e secilit litër të karburantit po përfiton më shumë, sepse TVSH-ja, tatimi mbi vlerën e shtuar në karburante, tatimi mbi vlerën e shtuar si tatim, domethënë është tatim mbi vlerë, që nënkupton sa më shumë që rritet çmimi, aq më shumë rritet tatimi sepse paguhet në përqindje. Dhe qeveria e Republikës së Kosovës prej ditës kur kanë filluar një rritje jashtëzakonisht e madhe e çmimit të naftës, ka fituar më shumë taksa. Edhe për dallim prej të gjitha vendeve në botë, prej të gjitha vendeve të rajonit, të cilat kanë nda buxhet, kanë marrë masa fiskale, kanë subvencionu bujqësinë, kanë subvencionu sektorin bujqësinë, sektorin e transportit publik, të cilat disa prej tyre kanë hek akcizën, disa prej tyre e kanë heq TVSH-n, disa prej tyre kanë përgjysmu akcizën, kanë përgjysmu TVSH-n, e vetmja është qeveria e Republikës së Kosovës, e cila, siç e thash, po e mirëpret inkasimin më të madh të taksave të qytetarëve të Republikës së Kosovës në kurriz të çmimeve të larta, në kurriz të xhepave të qytetarëve. Dhe për këtë, grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike është në proces të mbledhjes së nënshkrimeve, ku na do kemi një debat parlamentar, kemi propozu masat, kemi propozu që akcizat të ulet nga 36 cent sa është sot në 20 cent, kemi propozu që TVSH-ja të ulet nga 18% në 8%,
Edhe gjithashtu kemi propozuar që qeveria të dalë me një pakot të subvencionimit të naftës për bujqit edhe transportin publik. Nuk duhet që qeveria e Republikës së Kosovës të rritë duar kryq edhe të marrë më shumë taksa në kurriz të cilësisë së jetës së qytetarëve. Sa i përket çmimit të rrymës, është e vërtetë edhe sipas ligjeve në fuqi, tarifat e reja hynë në fuqi me 1 prill. Unë dje kam pasur një reagim publik dhe them që me qenë se ZRE është e kapne, i ka shty tarifat e reja dhe caktimin e tarifave për datën e maj, sepse kjo është në varësi të zgjedhjeve. Do të thonë, ata qeveria e Republikës së Kosovës do të vendosë për mënyrën e pagesës së çmimit të energjisë elektrike, varësisht sa do të kemi zgjedhje nacionale apo jo. Më lejoni t'ju them që është gati e pamundshme që të mos ketë ngritje të energjisë elektrike në bazë të dhanave të cilat na i shohim për çdo ditë. Importi i energjisë elektrike në vitin 2025 e ka kap shumën 259 milion. Pjesa më e madhe e këtij importi nuk ka qenë reflektuar në tarifat e vitit kaluar. Çka nënkupton që operatorët, të cilët e sigurojnë energjinë elektrike për konsumator, kanë shpenzuar më shumë. Dhe tash këto shpenzimet e importit në vitin e kaluar, dhe kjo ka qenë arsyeja pse na në vazhdimsi kemi qenë kundër importit tepër të lartë të energjisë elektrike gjatë vitit kaluar, sepse kemi ditë që vjen një kohë kur këto duhet të reflektohen në tarifa. Tani, ZRE-ja, jam shumë e sigurt me instruksionet e qeverisë se ka shtyr caktimin e tarifave për 1 maj, sepse nëse do të ketë zgjedhje, pjesa më e madhe e kësaj kosto do të financohet nga buxheti i Republikës së Kosovës, e të cilat prap janë taksa të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë kontributet tonat, janë mjetet të cilat do duhet të shkonin në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë e tjera, por fatkeqësisht do të shkojnë në subvencionim të tarifave, ose mënyra e tjetër, domethënë do të jetë qeveria nuk do i subvencionoj këtë diferencë të çmimit, po do e reflektoj drejt për drejt në tarifa. Ju keni dëgjuar prej të gjithë operatorëve si Kesko, KEDS dhe të tjerë kosti, të gjithë kanë kërkesa në zyrën e rregullatorit të energjisë për ngritje të energjisë elektrike, disa prej tyre deri në 21%. Një ngritje tjetër e faturave të energjisë elektrike do të jetë e pabërballueshme për qytetarët. Mandej, më lejoni t'ju them që ngritja e çmimit të naftës, që është transport për secilin produkt, na jemi vend që varemi jashtëzakonisht shumë prej importit. Importi vitin e kaluar ka qenë mbi 7 miliard euro, ka me ndiku në ngritjen e çmimit të secilit produkt. Pa ngritjen e çmimit të naftës, na inflacionin në muajin shkurt e kemi pasur 6%, më i larti në rajon. 6% pa pasur krizë të naftës. Tash kemi ngritjen e çmimit të naftës, nëse do të kemi me 1 maj tarifa të reja, çmim të ngritur të energjisë elektrike, ne faktikisht ka mundësi që norma e inflacionit të parafrohet inflacionit të cilin e kemi pas në vitin 2021 dhe kjo është jashtëzakonisht negative. Ka me ndiku në rënien e cilësisë së jetës për secilin qytetar dhe gjithashtu ka me ndiku jashtëzakonisht keq tek ekonomia edhe ashtu e vogël e vendit, sepse kjo bën që bizneset tona produse të mos mund të jenë konkurruese as brenda vendit dhe as jashtë vendit. Edhe deputetja Kostime Kadria i tha se përgjegjësia për zgjedhjen e presidentit i takon lëvizjes vetëvendosje si partia më e madhe parlamentare. Sipas saj, takimi i Kurtit me opozitën këtë herë nuk duhet jetë vetëm formal, por të synojë gjetjen e zgjidhjeve konkrete. Zonja Kadriaj kanë kaluar disa ditë që kur ka vendosur gjykata kushtetuese të jap afat 34 ditë. Nuk kemi parë ende që kryeministri Kurti u ka dërguar ftesë opozitës për takim. Sipas juve, vlerësoni se ka përpjekje serioze apo jo nga vetëvendosja? Deklarata ka të mjaftueshme për gjithë aktorëve të lëvizjes vetëvendosje se do të fillojnë bisedimet me opozitën për çështjen e zgjedhjes së presidentit, ndërsa konkret nuk ka asgjë, sepse deri tash nuk e kemi pa që është në një ftesë ju ka bën ndonjë parti opozitare për të takuar për zgjedhjen e kësaj zgjedhje ose këtij gërqet presidencial, ndërkohë afatet kohore kushtetuese po rrjedhin, po e afrohem, shpresoj të mos ndodhë sikurse në rundin e kaluar që gjithçka ka ngel për ditën e fundit, në orët e vona, para se të përfundoj afati kushtetues dhe ndoshta këtë radhë nuk duhet të takohet
për të takuar, po duhet të takohet ndoshta për të gjetë një zgjedhje, sepse edhe herën e kaluar është takuar për të mos bërë zgjedhje, është takuar për krijimin e një opinioni publik që ne provuam, tentuam të bëjmë zgjedhje, po që opozita në këtë rast nuk e mendoj më që dikush do të akuzojë opozitën, sepse përgjegjësia kryesore për zgjedhjen e presidentit bie pikërisht për Partisë Modhe dhe Albin Kurtit. Nëse këta nuk bëjnë zgjedhje sepse thuhet është dakordancë që opozita president duhet të takojë një personi apolitik edhe një personi konsensual, ndërsa për konsensus lëvizja vetëvendosje as që ka fol edhe as që është munduar me e gjetë, po gjithmonë ka menduar në raundin që ka kalu se opozita do të frigohen prej zgjedhjeve dhe cili do që tjetë kandidati ose propozimet e lëvizjes vetëvendosje këta do e votojnë, ose në të kundërten ne po propozojmë një kandidat, propozoni edhe ju opozita, kjo ka qenë një lojë politike zotit Kurti, sepse dihet botnisht që kandidati që propozohet nga lëvizja vetëvendosje ka shumicën e votave në raundin e tretë, ndërsa 2 raundet është dash kandidati i opozitës veç për korum. Për informacione më të reja, vizitoni edhe portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim.